Në vijim të veprimeve hetimore për ngjarjen e ndodhur në datën 19 maj 2025 në ambientet e aeroportit në ndërtim në Akërni, ku humbi jetën si pasojë e rrëzimit nga lartësia, shtetasi me iniciale DH 38 vjeç, punojën si kompanisë së ndërtimit. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vlorë arrestuan në flagrancë për veprën penale, shkelje e rregullave të mbrojtjes në punë, shtetasin me iniciale DN 45 vjeç, banues në Tiranë, me detyrë administrator i kompanisë së ndërtimit, si dhe nisën procedimin penal për shtetasin me iniciale US 41 vjeç, banues në Tiranë, me detyrën përgjegjës i punimeve në të njëjtën kompani. Këta shtetas dyshohet se kanë shkelur detyrimet ligjore për zbatimin e masave të sigurisë teknike në vendin e punës, çka sjell si pasojë vdekjen e punojësit. Specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë arrestuan shtetasin me iniciale ED 25 vjeç, banues në Tiranë, pasi gjatë kontrollit fizik të ushtruar ndaj tij në fshatin Dhermi, ju gjet dhe ju sekuestruar një sasi lëndë narkotike e dyshuar kokainë. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban Sarand arrestuan shtetasin me iniciale NP 29 vjeç, banues në Sarand, pasi u konstatua nga shërbimet në rrugën Skënderbeu duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Nga specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vlorë u referuan materiale në prokurori dhe nisi procedimi penal për shtetasin me iniciale RY 30 vjeç, banues në Vlorë, pasi dyshohet se ka dëmtuar xhamin e një automjeti të parkuar, si dhe ka vjedhur një shumë parash. Po nga këto specialist u referuan materialet në prokurori, pasi në datën 18/4/2024 në Spitalin e Vlorës ka marrë ndihmë mjekësore një shtetase e mitur 16 vjeçare, e cila dyshohet se në gjendje psikologjike të rënduar ka konsumuar disa medikamente. E mitura aktualisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme.